Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt në ekranin e MCN Televizion, emisionin Fact Check dedikuar zhvillimet të aktualitetit të javës që lam pas, por jo vetëm. Vion tjetë kryefjale e javës, e ditëve, e muajve, por ndoshta edhe pushimeve verore, dosja Akshi, e njohur ndryshe si afera Akshi. Është një personazh i cili ka folur shumë. Ka nisur të flas fillimisht edhe në Fact Check, por më pas edhe në ekranin e MCN Televizion, emisionet këtu, po e në mediat të tjera të cilat po i kushtojnë vëmendje. Ky është Endri Meksi, sipërmarrësi në IT, në teknologji e informacionit, njërazi biznesmen dhe pronar i MCN Televizion, por edhe punëdhënësi im. Kënaqësi që u kam sërish në studio, riktheheni. Kënaqësia ime, Arsen. Mendimi i regjisë doja të shikonim një foto nga ku do të lindje dhe pyetja e parë e këtij fact checku, nëse regjia na e mundson. Është foto e zotit Meksit teksa del nga ambientet e SPAK me Puro. Pyetja ime është tek kjo pamje që shohim ka një mori skeptikësh, komentatorësh e kritizerësh. Ju vazhdoni besoni ende që SPAK po bën atë që askush nuk e imagjinonte, por ndoshta edhe shumë kush nuk e guxonte, tetonte Akshin ose aferën Akshi? Absolutisht që po. Pyetja është, a e mendoni pas asaj pamje që shihni veten duke dalë nga dy? Absolutisht që po. Do thoja që hetimi pjesa kyçe në sensin e nevojave dhe të publikut për të informuar ka ndodhur tashmë. Ne thjesht po i shtjellojmë në vijim në momente pasuese, ku ndoshta jemi diçka më të qartë dhe për mënyrën se t'i lexojmë, por SPAK punën e vet më të madhe unë quaj që e ka bërë. Çfarë do ndodhi tani e tutje, shtimi i personave në hetim, vazhdimi me dosjen, saktësimi i detajeve të ndryshme, publikimi e pasere në media në formën e vendimeve të gjykatave, zbardhja e detajeve të tjera që edhe ne përpiqemi t'i zbardhim, është një punë shumë e mirëpritur, por nuk ndryshon qëndrimin tim për çka kam thënë më parë për SPAK. SPAK te ky hetim ka bërë një punë të shkëlqyer dhe i qëndroi gërm për gërm. Referuar dy vendimeve që janë publike të 2025 dhe 2026, masave të sigurisë dhe sekuestro, po ka dhe një vendim tret që është i apelit me po ashtu vendim mos publikimi. Aty ka emra të ri, ka asete, ka pasuri, ka personazhe, ka deklarime. Në leximin tuaj të këtyre tre vendimeve, është gjithçka Akshi deri më tani? Apo do duhet presim një vendim të katërt, një vendim të pestë tek shumë e radhë? Mendoj që do ketë akoma në vijim surpriza, qoftë përfshirje emrash të ndryshëm që akoma si kemi të qartë, qoftë zbardhje të detajeve mbi marrëdhënien mes palëve, pra mbi aferën në tërësi. Nuk kishim dijenin dhjetor për shumë element, mendoj që përsëri ka element që sot nuk i dim dhe janë panjohur si për ne të medias, si për aktorët e tregut të IT-s, si dhe për publikun e gjerë. Kështu që mendoj që do të ketë surpriza po. Zoti Meksi, vim në këtë intervistë pas zhvillimeve të rëndësishme, kemi lënë pas një kërcënim me jetë ndaj jush, kemi lënë pas një tritol në biznesin dhe pronat tuaja, kemi lënë pas po ashtu vendosjen e një pajisje lokalizuese, GPS apo gjurmuse. A ka ndonjë rezultat për këto hetime? Referuar jo vetëm një faktit njohur publikisht, por edhe denoncimi zyrtar që ju keni bërë fillimisht në postën e policisë në Fark, më pas në Prokurinë e Kryeqytetit. Nuk disponoj informacione shtesë, kështu që vazhdoj të qëndroj versionit tim të parë, ja lej policisë në dorë të bëj më të mirën dhe kaq. Pas keni informacion shtesë çfarë ka ndodhur? Kam informacion shtesë. Kanë gjetur një dyshuar, a kanë një dyshuar? Në dijenin time jo. Nëse ka zhurmë që rridhet në forma ndryshme siç ndodh shpesh në ambientin tonë të pistët, të saqethemeve, do ishte mirë t'ia lejmë punën profesionistëve, sepse në fund fare kam thënë disa herë, cili do qoftë versioni me cilin policia do dali, ai version duhet të qëndrojë prokurorisë dhe më tej gjykatës. Është version zyrtar. Po, mos ta bëjmë pis kot, se nuk ndihmojmë askënd, nuk ndihmojmë të vërtetën. Në fakt, në këtë fact check ne do të sjellim, nuk po them ekskluzivisht, por një zhvillim mjaft të rëndësishëm që ka të bëjë me një personazh që këtu në emisionin fact check, por jo vetëm, zoti Endri Meksi e cilëson si më të guximshmin në biznesin e IT-s. Pra, çfarë ka vendosur gjykata për Geron Meçën. Por së pari do të ndjekim një insert se çfarë Geron Meçë ka deklaruar përpara hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit,
Ai ka folur për pengmarrje, ai ka folur për santazh, ai ka folur për tërheqje nga gara, për kërcënime, për marrjen e telefonit celular, por ka folur për një deklarim i cili deri më tani nuk ka gjetur vëmendjen media. Le ta ndjekim deklarimin e zotit Meçi. Kam dyshime se grupi që më mori peng më liroi rreth orës 16:20 të datës 12/8/2025, pasi mori konfirmimin për tërheqjet e depozituara nga kompania në sistem të Komisionit të Prokurimeve Publike. Këtë dyshime lidh me faktin se nga eksperienca ime në këtë fushë, ata duhet kenë një autoritet apo lidhje brenda KPP-s, i cili ka aftësinë dhe kompetencën për ta verifikuar. Dyshoj se ky person quhet Kreshnik Tërnova, me detyrë antar i KPP-s. Këtë dyshime lidh me faktin se zoti Kreshnik Tërnova ka lidhje me zotin Ermal Beqiri dhe janë parë bashkë te restorant Markata e Peshkut te Pazari i Ri. Ka shumë procedura që edhe kur KPP i ka dhënë të drejtë, antari i KPP zoti Kreshnik Tërnova ka qenë kundër në minorancë. Theksoi edhe një rast të një procedure lidhur me mirëmbajtjen e sistemit të kamerave të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, ku ky antar në mbledhjen ballafaquese midis KPP-s dhe kompanisë hakimuese i është drejtuar autoritetit prokurues që ta klasifikojë si tender i klasifikuar, gjë e cila ishte drejt për drejt me qëllim për ta nxjerrë jashtë loje kompaninë tonë. Shtoj se të nesërmen e rrëmbimit, shoqëria ABS ka bërë kërkesë për pezullim në njoftimit të tërheqjes pranë KPP-s dhe Akshit, me argumentin se janë akruar një ditë më parë të dhënat elektronike. Pavarësisht se kemi kërkuar pezullim në njoftimit të tërheqjes, KPP në kundërshtim me ligjin ka marrë vendimin po në datë 13 gusht 2025 për mospranimin e pezullimit të njoftimit të tërheqjes, pavarësisht se nuk ka pasur kohë që ta fusë në rendite, pra të përgatiste 24 orë përpara. Më pas kompanisë ka ardhur njoftimi, ku firma elektronike është bërë në datën 15 gusht dhe jo në datën 13 gusht, si dhe në bazë të ligjit të KPP-s, vjet në lëvizje me kërkesë për tërheqje dhe jo me njoftim për tërheqje si në rastin tonë. Çdo procedurë e imi janë ankimuar në KPP zgjat më shumë se 2 muaj dhe mendoj se bëhet qëllimisht, pasi asnjë procedurë nga aplikantët e tjerë nuk zgjat kaq shumë. Unë Geron Meçi dyshoj se personi që ka organizuar rrëmbimin është zoti Ermal Beqiri. Arsyeja pse e them e bindje është sepse pas çdo procedure të tillë qëndron një nga kompanitë e tij ose kompani që janë të lidhura me të. Këtë bindje forcoj me faktin se diku nga periudha prill-qershor 2024, administratorja e firmës Soft Solution, e zoti Ermal Beqiri ka ardhur në ambientet e kompanisë sime dhe ka kërkuar të takohet me mua. Pasi u njoftova se kush ishte, refuzova të takoja pasi ishte kompania e lakuar në treg për shumë procedura. Shpjegoj se në dhjetor të vitit 2023, zoti Gent Progni ka dalë në media duke më akuzuar se ABS bashkëpunon me Soft Solution, Communication Progress, Fastech e tjerë. Duke qenë se deri në atë moment nuk kisha pasur asnjë lloj kontakti me këto kompani, preferova të mos e takoja administratoren. Në momentin që stafi im ka komunikuar se nuk do të takoja, ajo në dalje sipër ka thënë se kështu do të vazhdoni ju të bashkëpunoni me ne. Pas kësaj ka filluar problematikat e kompanisë sime lidhur me bllokimin e procedurave me Akshin. Këtu përmend një procedurë me hardware të Akshit, ku kam qenë në bashkëpunim me kompaninë Infosoft, e cila u zhvillua 2 herë dhe u anullua pa shkaqe të arsyeshme. Kur Infosoft të fut herën e tretë vetëm, u shpall fituese. Pas këtij momenti fillon edhe historia e ankimimeve që u bë edhe shkak i rrëmbimit. Për publikun dhe për pyetjen që vijon për zotin Meçi, kemi ndjekur një deklarim të cilën Geron Meçi, një biznesmen ju e cilësoni të guximshëm, nuk e ka dhënë në media, nuk e ka dhënë para një gazetari, por e ka dhënë përpara oficerëve të Büros Kombëtare të Hetimit dhe përpara SPAK. Ai flet për një institucion dhe për një emër zyrtari. Unë doja të pyesja, zoti Meçi, mund t'i shpjegojmë publikut çfarë është KPP-ja? Se ngatarojnë shumë me atë KPK-n e vettingut, dikushëm, apo KLP. Dhe KLP-n dhe çfarë është Kreshnik Tërnova? Atëherë, KPP është Komisioni i Prokurimit Publik, është një institucion i parashikuar nga ligji i Prokurimit Publik, si instanca e krijuar tani në majorancën apo ka qenë ndër vite? Ka shumë vite, por ka marrë një rol të veçantë pas 2020-s me ndryshime ligjore, sepse çdo procedurë ankimimi shkon automatikisht në KPP. Përpara ishte me dëshirë të ankimoje një herë në autoritetin kontraktor ku bëhet tenderi, nëse të refuzoje ankimimi, ti kisha opsionin të shkojë në KPP, nuk ishte automatike. Kjo dhe për shkak sepse ankimimi në KPP ka një kosto. Paguhet 0.5% e vlerës fondit limit. Pra edhe nëse ti ke hyrë me 40% më pak se fondi limiti, dhe paguhet 0.5% të totalit. Po, që e merr në momentin që një nga pikat të cilat ke ankimuar, të kërkesa jote, si në gjykat, të njihet. Pra nuk është se detyrimisht e humb, por në shumicën e rasteve kur je humbës, ajo pagesë iket. Po. Dhe për tendrat e mëdhenj me vlerë të madhe, le të themi mbi 1 miliard e sipër lekë të vjetra, padyshim që është një kosto financiare që jo çdo kush ka ndërmend ta marrë
për një kapriço, le themi, sepse shpeshherë ankimimi në KBP ishte bërë në formën e kapriços, ishte bërë si provë. Pra pse jo ekziston ky institut, ky ent dhe atë të bllokoj. Nga 2020 aritej, ligji është ngjasuar shumë me direktivën e BE-s dhe ankimimet shkojnë automatikisht në KBP. Për qenë të ndershëm me punën e KBP-s, ato kanë një vëllim pune të frikshëm. Unë nuk di si të punoja aty. Me atë mori ankimimet që kanë. Prandaj ndoshta edhe ky debati janë 5 antarë me ligj dhe janë në një numër të caktuar inspektorësh, në moment janë 13. Nuk di sa e ka se rregullori atyre thotë që do të jenë në zbatim të organigramës, mund të jenë më pak, ndoshta në moment nga numri i parashikuar në total mund të ketë një mangësi, por sot janë 13. Kanë dhe një sekretar përgjithshëm, që është në punët civil. Pra, nuk është një staf super egzageruar që do thotë që kanë një vëllim pune realisht të madh. Dhe ju do të njohur kjo vështirësi për të qenë korrekt me ta, se nuk janë në një situatë të thjeshtë. Unë do doja mos të bëja lexime emrash përveçën, sepse na mungon shumë informacion, Arsen. Jo, zoti Meçer. Po, zoti Meçer përmend një emër që ai mendon që është, por nuk dim kush është. Pse e them të gjën? Nën kryetari i KBP-s zoti Fiorenc Zguro. Dhe ai sot në situatën që KBP ndodhet për një viti, pothuajse, që nuk ka kryetar, ai mbulon dhe rolin e kryetarit. Pra ky ka qenë institucioni drejtuar deri pak muaj më parë nga Jonait Myzyri. Po, dhe që nga momenti që Jonait Myzyri u pezullua, ky institucion drejtohet nga Fiorenc Zguro. Dhe të gjitha përgjegjësitë që zoti Meçe i relaton te logjika e tij Tërnova? Jo, te logjika jo te emri, por te logjika e tij tek pjesa që flet me Spakun, pra nxitimi për ta bërë për një ditë vendimarrjen, pa njoftim më përparshëm, që qëndrojmë po të shohësh me kujdes rregulloren. Sepse ai thotë zakonisht ankimet e mia zgjasin 2 muaj. Po, për te kësaj që qëndrojnë po të shohësh vetë rregulloren e miratuar nga antarët e KBP-s në 2021 në fundit që është në fuqi. Çdo relacion i bërë nga relatori, antari relator i vendimarrjes, duhet i shkojë të tjerëve 2 ditë përpara vendimarrjes. Pra minimalisht do kishin 2 ditë kohë për të njohur me aktet. Pa llogaritur këtu punën e inspektorit. Po, pa llogaritur këtu punën e inspektorit, i cili mund të hajë edhe 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë më përpara duke bërë gati dosjen. Pra lexon aktet, shqyrton logjikën, shef a është e pranueshme, rrethana ndryshme bazë ligjore, kështu që ka nevojë për kohë. Dhe ky është detaji i parë që ka zoti Meçe. Detaji i dytë është ai i firmës, që thotë firma është dhënë datë 15 dhe është datë 13 njoftimi i aktit. Pra, po të lexosh me kujdes çfarë deklaron zoti Meçe, krijohet ideja e një emergjence të paparë të KBP-s për të dalë taj vendim. Po kush e vën në lëvizje këtë institucion? Nën kryetarin këtë rast, zoti Zguro. Prandaj unë kam përmendur emrin e tij në rastet që kam dalë, sepse ai ka përgjegjësinë. Ne i kemi nisur disa shkresa KBP-s për të rastet e përmendura me shumë zhurmë, rasti Meçes dhe tjerë raste. Dhe ne nuk marrim përgjigje nga ata mbi detajet e dosjes. Pra kush ka qenë inspektori që ka trajtuar? Kush ka qenë projekt akti me cilin ka ardhur vendimi? I përmend Spaku në dosjen e akteve të vetat, ku thotë që i ka marrë ka tërhequr. Spak përmend dhe disa inspektorë. Ndoshta KBP-ja nuk jep përgjigje se konsideron një kazus në hetim? Jo, s'ka asnjë lidhje. Ata në informacion publik duhet të jepet e pikë. Nuk është në dëshirën e tyre, ka një ligj për informimin publik. Ne nuk kemi kërkuar akte private. Ne kemi drejt si çdo kush. Është shkelur ky afati 3 ditë nga dorëzimi i kërkesës? Është shkelur me kohë, kemi çuar te komisioneri, po presim. Janë shkelur gjithë afatet pa dyshimin të sens. Ata janë një ent nën observim të moment nga media, jo vetëm nga MCNTV, se duket sikur është shumë, po edhe opozita po i ndjek. Edhe tjerë portale kanë ndjekur, lajmet e Akshit janë lajmet e para që ndiqen. Edhe Top Channel sa i ndjek Spaku. Po. Dhe normalisht ata do të jetë informacion edhe për të pastruar veten e tyre, se ndoshta shumë gjëra ne keq lexojmë. Ndoshta ai takimi te Mercato e Peshkut nuk thotë asgjë, se do ne takuar me zotin Beqiri. Dhe nuk është se kanë bërë një vepër penale kur jam takuar me të, ndjen intime. Kështu që për të pastruar të gjithë emrat që përmenden, jo, ju jeni takuar, po ju jeni biznesmen, konkurrent, ortak, partner, rival. A ka këtu konflikti interesi që një zyrtar takohet siç është? Mund të jenë takuar rastisht, mund të takuar komplet rastisht dhe nuk ka asnjë vlerë. Detaji që ka rëndësi tek deklarata e zotit Meçe është fakti që ai thotë hedh një dyshim mbi antarin e KBP-s të Nova, kur ai thotë që në të tjera raste ka dalë në minorancë ndaj nesh dhe në një rast që ai referohet një tenderi, një prokurim publik te detorisë të burgjeve, ai thotë që klasifikohet sekretet. Jo, ai thotë që ka kërkuar nevojën e disa gjykata që i lëshon DSI-k-ja, që këta nuk i kishin për cilat u përjashtuan dhe kërkon specifikon shpreh detajet e mbledhjes që është bërë dëgjes publike. Ne kemi kërkuar prapë në KBP informacion mbi këtë dëgjes. Po mbledhjet regjistrohen, transkriptohen. Kemi kërkuar kopje të kësaj mbledhje dhe nuk na është dhënë përsëri nga KBP, në kohë që janë publike.
dhe duhet të ishin të Po për shkruar. tenderet tjera, janë publike? Të gjitha normalisht janë publike. Vetëm për këto nuk janë publike? Jo, të gjitha janë publike. Të gjitha një marrë atyre do të jetë e hapur ndaj Jo, publikut. e kam pyetjen këtu. Zoti Meçe përmend një tender. Ju keni kërkuar informacion zyrtarisht. Tani, për një tender tjetër që as është ankuar askush ose është ankuar dikush tjetër, ekziston në faqen e KPP-s po ta kërkosh? Ekziston vendimi i plot, vendimi është publik, dhe por vendimi citon për shembull pjesë të ankimimit, nuk del tërë ankimimi. Ka raste ku ankimimi mund shkarkohet, ka raste ku nuk shkarkohet. Keni marrë ju një herë të dhënat plota nga KPP-ja? Ka plot raste që në faqen e tyre online ka dhënat plota, por pse po e thoja që ka rëndësi informimi. Është rasti i pezullimit zotit Myzyri. Në dyqimet e mia, ky pezullim ka ndodhur në lidhje me tenderin e sistemit toksor DVB-T2 të RTS-s, me mbajtje të tenderit. Dhe ne do të njihemi me aktet e bëra përpara mbi këtë dosje, përpara pezullimit zotit Myzyri. Çfarë kanë pas vendosur relatori i këtij Cilat kanë qenë qëndrimet e antarëve? Cili kanë qenë qëndrimi i inspektorëve që kanë shkruar, sepse dyshimet e mia janë që qëndrimi i një antari ka ndryshuar në momentin që zoti Myzyri ka ikur. Unë të se përvej do të pa marrë informacion aty. Kur është pezulluar Myzyri ka ndryshuar dhe vendimarrja? Po. Sipas informacionet të mia ka qenë 3-2, doli 4-0. Dhe për këtë ju keni kërkuar informacion? Kemi kërkuar informacion dhe nuk na japin. Pra, në këtë sens, ka rëndësi dhënia informacionit dhe për të hequr dyshimet, sepse mund të kemi informacion gabuar. Unë kam 1 muaj e gjysmë që flas për dezinformimin dhe jam i qartë që mund të jem dhe unë i mashtruar në një pjesë të informacionit që na vjen. Që disponon. Dhe për të arsye i detojmë institucioneve me formë shkresore, për të saktuar çdo gjë. I takon atyre të na thojnë nëse kemi lexime gabim. Po mos ndoshta në parim universal heshtja është pohim? Jo, s'duhet marrë kështu. Jo, do të jemi më të drejtë me këta njerëz, kanë një detyrë shumë të rëndësishme në shtetin shqiptar dhe ne nuk mund të shkojmë të bëjmë gabime për arsye keq leximesh. Do kërkojmë informacionin derisa ta marrim. Nëse nuk e marrim, do tregojmë publikut aq sa dim, aq sa kuptojmë dhe le të shpresojmë që s'pak, prandaj e tham në fillim, të vijojë në detyrën e vet, duke qenë apo KLSH në një moment tjetër, duke qenë që kanë më shumë akses në informacion se ne. Do doja të sillja një tjetër deklarim, bëhet fjalë për një deklarim i cili në këtë transmetim të drejt për drejt është një zonjë që ka sqaruar me detaje se si është krijuar një skem faturimi çokolata e biskota. A kanë blerë vërtet me paratë e akshit çokolata? A kanë blerë vërtet biskota? Kush e krijoi, ideoi, toleroi apo bekoi, po doni edhe pagzoi këtë skem? Le të ndjekim deklarimin e kontabilistes Arlinda Merkra. Kam punuar me mbajtjen e kontabilitetit të shoqërisë Mega Distribution SHPK dhe kam dieni për faturimet ndërmjet kësaj shoqërie me Fastech SHPK dhe Soft and Solution SHPK. Sqaroj se zoti Andis Papa ka ardhur në zyrën time së bashku me Aurel Senolli, drejtor në Drejtorinë e Tatimeve Rajonale Tiranë, dhe më kanë kërkuar të bëhen blerje të produkteve të Mega Distribution SHPK, jo nëpërmjet shkëmbimit të mallit, por përmes faturimeve nga Mega Distribution SHPK tek shoqëria Fastech SHPK. Interesi i Fastech SHPK ishte që përmes këtyre blerjeve të rritej niveli i shpenzimeve të kompanisë me qëllim që fitimet që realizonte nga aktiviteti i saj të tatoheshin sa më pak nëpërmjet rritjes së shpenzimeve. Nga ana tjetër, Mega Distribution SHPK kishte interes që shitjet pa faturë në treg të mbuloheshin nga shitjet e këtyre faturave fiskale, duke bërë të mundur balancimin me importet e subjektit. Deklaroi se kjo është diskutuar nëpërmjet zotit Bedri Ryta dhe zotit Andis Papa. Nuk më kujtohet që zonja Ariola Koromani të ketë ardhur në zyrë dhe se faturat janë prerë në emër të shoqërisë Soft and Solution. Mendoj se emrin e këtij subjekti ma ka dhënë zoti Andis Papa, si dhe sqaroi se kam pasur edhe debate me zonjën Koromani për mënyrën e deklarimit të disa faturave. Ermal Beqiri dhe Andis Papa kanë takuar më pas Bedri Ryta dhe se kam qenë edhe unë prezent pasi jam kërkuar nga ky i fundit. Sqaroi se ata janë ankuar zotit Bedri Ryta se nuk donin të punonin me mua dhe kërkonin të punonin drejt për drejt me të. Deklaroi se as unë dhe as Bedri Ryta nuk kemi marrë ndonjëherë përfitime prej tyre. Sipas dijenjes sime, Bedri Ryta ka deklaruar më pas se do të punonte vetëm me Andis Papa dhe se Ermal Beqiri nuk donte të kishte më marrëdhënie. E keni lexuar edhe ndosje këtë dëshmi? Po. E bëm prezente për publikun të plot. Pyetja që unë kam, pasi
Ju jeni edhe biznesmen, i njini prokurimet, i njini tenderat publik, po ashtu edhe procesin e faturimit e fiskalizimit. Si merren parat publike? Mund të bësh faturë çfarë do? Faturat... Unë kam një kontratë për X shërbim dhe bëj faturën për speca domate, çokolada, biskota. Kush e shef, kush e kontrollon? Faturat që i kanë shkuar Akshit kanë qenë pa pi dyshimit të sakta, se ndyshe nuk kalojnë as te thesari, me zërat që janë prokuruar. Pra, qënë korrekt. Ne deri tani kemi raportuar 10 milionë euro të Akshit u bën çokolada biskota. Po janë bërë në formën e nën kontraktimit dhe quajmë, pavarësisht se ai nuk është termi i saktë, se në kontraktimin. Pra Akshi s'pas ka paguar çokolada biskota. Jo, Akshi nuk ka paguar çokolada biskota, kompanitë që kanë qenë pjesë e bashkimit të operatorëve që kanë fituar prokurim publik tek Akshi, kanë blerë çokolada biskota. Po këta që kanë dash? Për qërasje? Ta apo boshin që... Siç del nga dosja... Koktejle, takime, catering, që quhet? Jo, as catering, jo. Siç del tek dosja e Spakut, e QKK-s, më saktë, këto kanë qenë fiktive, kanë qenë blerje fiktive. Qëllimi i parë që bie në sy, qëllimi që më shpesh diskutohet në shtyp, është për të rritur zërin e shpenzimeve dhe indirekti për të ulur barën në tatime, në disa forma, ullet në formën e TVSH-s, ullet në formën e tatim fitimit, me qëtërin e shpenzimet në fund të vitit, por unë mendoj që nuk ka qenë as për këtë. Ka qenë për të nxjerrë lekët, keshin e marrë nga pagesat e Akshit, keshin e tepërt po quajmë, me qenë se e dim tashme dhe nga dosja. Një sekund, ju thoni keshin e tepërt, po Akshi s'ti jep lekët me çantë, ti jep me bank. Po pikrisht, se janë në bank, që ti nxjerrësh nga banka, ti nuk mund shkosh. Po ti ke marrë lekët se do bësh një punë, edhe kjo punë kushton kaq. I ka marrë lekët nga Akshi, por ndërkohë duhet i nxjerrja lekët për të bërë pagesa në dorë. Ky është dyshimi që unë hedh. Teza ime në të rast po i quajmë, është hipotezë. Pra, unë nuk i nxjerr dot kollaj nga banka. Si bëhet në dorë parat me çokoladë? Unë e kaloj një firmë tjetër dhe ajo tërheq pak nga pak më kollaj dhe nuk bie në sy të unë. Unë i kaloj me një dorë asaj. Kaloj një transfer të madhe. Po? Dakor, dhe nuk ngelte unë përgjegjësia për t'ikur në bank për t'i tërhequr në një tek dorë. Kjo vjen si klet bankën, që dhe një bank partnere, sepse banka sa do t'jetë dashamirëse ndaj teje si kompani. Po ku ka banku që të letë marrësh 10 milion euro, më ti 1 milion lekë, vjetra e thot plotësoj që ku e gjete. Pikrisht se nuk të letë të marrësh 10 milion euro, i ka shpërndarë në një firmë tjetër. Dhe ku më mirë se një firmë distribucioni dhe transporti masiv, që ka mira lloj artikush ndryshëm. Dhe shpresa tyre ka qenë që nuk do bjerë në sy. Pra do i nxjerrim pak nga pak aty. Ky është dyshimi im. Këtë do ta provoj. Sy se nxorrën një herë? Jo, si kanë nxjerrë një herë, që kanë nxjerrë pak nga pak. Po si ranë sy këtë? Ose personi i firmës tjetër i ka pasur kesh të lira dhe e ka dhënë. Dhe si kanë nxjerrë asnjëherë. Kështu siç duket, i ka kap gjithë sheqeri këta se 10 milion euro. Për aq kohë sa edhe vetë financiera thotë që janë fiktive. Jo, financiera është korrekte. Financiera thotë nuk kemi çu çokoladën. Po, do thotë që kjo pagesë që ka bërë tatimi. Kjo pagesë që ka kështu ka lexuar ajo. Dhe nuk e ka leximin e gabuar. Unë po them logjikën time të ngjarjes. Kjo ka qenë për të nxjerrë kesh të lirë për të bërë pagesa në dorë. Ja kanë dalë këtë? Se di. Spaku që mund ta provojë, ne nuk kemi kur ta provojmë këtë gjë. Inshallah po gjen Spaku në gjumë tjetër, po të shohim. Pyetja e radhës që un kam në këtë deklarim e kishin lexuar jo pak, por askush nuk kishte nuhatur praninë e një drejtuesi tatimor në këto takime. Bëhet fjalë pikërisht për një zyrtar të lartë. Tani si mundet një zyrtar i lartë të jetë në një takim ku bekohet ose krijohet një skem evazioni, thotë zonja, për mos paguar tatim, nxjerrje keshi thoni ju, por ndoshta mund të ketë një version të dytë apo të tretë. Nëse një inspektor tatimor e konstaton këtë fakt, çfarë shkeli quhet? Ja kalon me një heritimi tatimor dhe dosja në princip shkon në prokurit Tiranës. Po kur drejtori i drejtorisë rajonale tatimore e di se çfarë po bëhet? Pra aq kohë sa dosja është në SPAK, nuk mund të themi që ai zotëria ka arrit të bëjë diçka, se dosja ka përfunduar në SPAK. Pra çfarë ai mund të ketë premtuar apo çfarë prezenca e tij mund të ketë aluduar, do thjesht kuptuar në optikën time si një qetësim, garanci për stafin e kontabilistëve. Pra zonja Koromani, zoti Beqiri dhe palët e tjerë përfshirë, zoti Papa, zoti Ryta, kanë dashur të qetësojnë stafin e përfshirë të tyrin e studios kontabiliste në këtë histori, duke i thënë që kemi shpatot e ngrota. Prezenca e zotit Senolli në optikën time për të ka qenë. Nuk shoh që
të ketë qenë për të garantuar diçka që s'do ndodhte, se në fakt ja ku jemi sot. Jo. Hetimet po ta kishin konstatuar më parë. Hetimet se kanë konstatuar. Tatimet, jo As tatimet. S'kishte nevojë fare për Spaku. Spaku ka ardhur për rrethana të tjera, nuk është se ka ardhur nga kjo histori, por po të shohësh me kujdes Po kjo prani e zotërisë në këtë takime, bon edhe më përgjegjësi penale, administrative, juridike? Di ta them. Bën pjesë historinë kaq, nuk shoh direkt, nuk kemi qartësi nga çfarë deklaron zonja Meko për veprime. Është vetëm vlerë monetare që ka dalë në këtë formë, apo po të hapen faturat mund gjejmë aty dhe si dikur për shembull fondet e gazës ishin bërë prezervativ apo duhet të hapen faturat të gjitha, por është punë shumë e madhe. Duhet të hapen për të parë palët e përfshira në të proces zinxhir, po edhe për arsye tjera, e kam thënë dhe në dyre tjera në studiot këtyre 2-3 javëve të fundit, që një teknik që zoti Beqiri përdorte për të garantuar kontratat e ngjashme ishte faturimi fiktiv i cili më vonë anulloi. Pra e ftoi Spakun të shohë nëpërmjet aksesit në sistemin tatimor, fiskalizimi thoni? Po, numrin e faturave me vlera të mëdha, me shërbime softwaresh në përgjithësi, që kanë pasur jetë të shkurtër, pra janë, le të themi, krijuar sot në një moment dhe 4-5 muaj më vonë apo 6 muaj më vonë janë anulluar. Kontrata apo fatura? Fatura që nga pas kanë dhe kontrata për janë fatura në të rast se mund të gjejnë. Dyshoj që këto janë përdorur për të krijuar elementet e ngjashmërisë që kërkohet në procedimet publike. Sepse një nga mënyrat e para për të përjashtuar konkurrencën është të vesh kushte shumë të forta të ngjashmërisë. Dhe duke qenë se objektet e prokurimit shkruhen në tillë formë për të bërë sa më të vështirë të gjesh diçka të ngjashme, për shembull një prokurim që bëhet për herë të parë, një sistemi që nuk ka ekzistuar më parë. Si ndodhin këto sistemet? Këto sistemet krijohen me VKM. Mbi ligjin e 2010-s për databazat shtetërore dhe një VKM 2012-s. Krijohet regjistri, përkufizohet natyra e regjistrit, çfarë dhënash do mbaj, palët që aksesojnë. E krijon dikush, pastaj krijon shteti si koncept. Eksperiencë. Pastaj e merr institucioni përkatës që caktohet nga Këshillimi i Ministrave që do ta mbikëqyri dhe ai hap një procedurë prokurimi për të objekt, për të sistem. Ky sistem ekziston për herë të parë, sapo është konceptuar në nivel të ligjvënësit. Dhe nuk ka ngjashmëri më pashme me diçka. Dhe këtu hyn debati që më vonë zhvillohet në KVO, KSHA dhe KPP, në 3 instanca me radhë të ankimimit, 2 në autoritet, 1 në KPP që tham, çfarë quhet ngjashme. Atëherë, kompanitë pjesëmarrëse të garantuara që do fitonin kanë fiktivuar, kanë krijuar fatura shërbimit të ngjashëm mes palëve private ku nuk kërkohet provë realizimit, në kohë që në shtet vetëm fatura, dhe 5 muaj më vonë, pasi janë shpatë fitues dhe kanë nisur punën, kanë lidhur kontratën, e anullojnë duke hequr barën financiare që ja krijonte. Unë gjykoj që do ketë tilla raste nëse Spak akseson sistemin tatimor, fatura tilla. Kështu që me kjo që pyetën tënde, a ka tilla fatura? Besoj që ka, po. Një pyetje të radhës që unë kam teksa vijon prania e titullarëve publik, por edhe subjekteve private, ne kemi trajtuar këtu në Fact Check disa javë më parë dhe një moment kur gjatë kontrolleve Spak rezulton që në një folder për një çështje tek ASHK-ja zbulon se përmbajtja e folderit ishte ndryshe nga emërtimi i folderit. Ju keni dhënë atë përgjigjen tuaj, Spak ka leximin e vet, por pyetja që un kam është se Andis Papa futet në një prokurim në ASHK, por nuk dorëzon dokumentacion. Dhe më pas futet dhe fiton këtë tender Gentian Likaj. Biznesmeni i cili ishte pak ditë më parë në prokurinë e posaçme, pas jush e pas disa të tjerëve. Shikoni ju që si tatimet edhe ASHK mund të ketë nevojë për hetim të thelluar apo që është kontaminuar nga kjo skem? Absolutisht që po. Se tashi Andis Papa ke verat, Andis Papa ke çokolladat. Jo, nuk e lidh me Andis Papa, e lidh në tërësi me aferën e Akshit dhe personat që janë përfshirë aty, si dhe stafin IT, institucioni i kadastrës duhet hetuar. Gjithmonë me kujdesin e dur, pa bërpis gjithkënd dhe duke kthjelluar sa më shumë situatën. Sidomos për sa i përket aksesit në sistem të kadastrës dhe eventualisht manipulimeve me të. Po mund të manipulohet diçka digjitale? Pse jo? Atë kam bërë. Por nuk duhet të ketë përputhje me fizikën? Me kë, me të regjistrin e Durrësit, që me në shtëpi dhe ndryshoshin faqet? Po me regjistrin e Tiranës, me hartat e vjetra. Dhe kush e ka këtë akses për ta kapur këto dhe manipulimi? Se ne sapo folëm për informacion në rrush kryesore në institucion. Dhe prokurorët e kanë. Po, prandaj po them duhet hetohet.
Në qartë. Por të thënë edhe një detaj që harova që në momentin e parë ku folëm për KPP-n, zoti Meçe jepa deklaratën ku le të kuptoj kjo del tek screenshotet e WhatsApp-eve të tijat dhe të administratorit ti që ka dosja e Spakut, le të kuptoj që dikush konfirmonte anullimin e tij. Dikush i kishte akses në sistem. Sistemi është i prodhuar dhe mi mbajtur nga shoqëria Communication Progress e zotit Likaj. Andaj kanë vepërtime. Sistemi KPP-s është i prodhuar dhe mi mbajtur nga ata. Ai lexon dhe di gjithçka. Ai sheh në koreale çdo veprim që bëhet aty, mund të Çdo ankim, çdo vendimarrje, çdo. Me këtë nuk dua të them që nuk janë anëtarë të KPP-s ndryshime, absolutisht që nuk po them atë gjë. Po them që nevoja për hetim është pikërisht se janë të njëjtët aktorë, një grup 5, 6, 10 aktorësh që kanë pasur një që kanë lozur rollin për të vendosur rregulla ekskluzive. Ndoshta edhe për të mbijetuar Arsen. E kam me disa herë tezën që kanë qenë tërkohës të shantazhuar. Nuk shoh në disa për tyre më ai sa i njoh, element kriminal më ai sa i njoh. Mendim regjistë do të shohim, ju kërkojnë ndjes, por marketingu ka peshën e vet në një media ekran televiziv, publicitet dhe rikthehemi sërish studio për të vijuar edhe aty ku Communication Progress ka akses në KPA, por edhe një version që zoti Meksi thotë që mund t'i kenë bërë edhe për të mbijetuar. Sërish në transmetim të drejt për drejt, jam në studio me Endri Meksi, një sipërmarrës i IT, por e një personazh i cili ka vendosur të flasë në këtë pjesë të dytë, përpara se sa të shkoje tek disa pamje dhe komente. Zoti Meksi, jeni pronar media, thuajse s'ju njihte askush veç stafit, familjes tuaj, njerëzit afërt. Shumë kush mante mend një pamje tuaj edhe i bëshëm. Pra, jo në këtë gjendje fizike me palestër, me dietën. Tani jeni në një personazh publik, ju njohin masivisht, pyetja që unë kam është fancet i keni më shumë, ma dëgjoj theksin, fancet, jo fancat. Fancet i keni më shumë zonja në mosh, pra zonja apo zonjusha? Nuk bëjmë diskriminim. Jo. Nuk pyeta se çfarë bëni ju, por si janë ato? Ato si janë në numër. Stafi po qesha ne. Të reja më shumë. Zonja, e kështu zonjusha, në fakt. Po. Mu më rezulton ndryshe në fakt, sepse teksa keni qenë me mua te Boris Pakut, ishte një zonjë moshuar që ju kishte parë nga media. E vërtet. Po në aeroporte, rrugëve e kështu? E pa qartë. A i akshit apo a i që flet? A i çmendur i që flet. A i çmendur i që flet. Okej, do doja me ndihmën e regjisë të ndjekim një pamje dhe një reagim që lidhet me praninë e Gentian Prognit në prokurorinë e posaçme, disa ditë pasi ishte vetë zoti Meksi. Zoti Progni, keni thyer deri diku orarin që ka qëndruar Endri Meksi. 6 orë pa i qerek, ju diku ke 6 orë gjys. Ndryshe nga Endri, unë s'ka marrë tendra në akshas në institucione qeveritare, kështu që... Për çfarë keni folur sot? Për te sekretit? Është sekretet i morë realisht edhe nuk mund të jap asnjë deklaratë për mua. Si kallëzues apo person djeni? Unë jam ndoshta edhe si kallëzues dhe ndoshta edhe si person djeni. Dëshmia juaj realisht nuk do doja sot me thonë edhe jam i çik i lodhur, kështu që mendon që dëshmia juaj mund ta kenë ndihmuar prokurorinë e posaçme për të zbardhur aferën e akshit mbi tendra, mbi lidhje? Shpresoj që po. Keni përmendur emra, situata Nuk ishin kurreshtje për gjëra teknike? Nuk mund të them më shumë, realisht sepse ishte i sigurt sistemi informatik i Spakut? Them më shumë. Faleminderit. Tani sistemi informatik Spakut e patë edhe ju, ndoshta të BKH-s, ato kompjutrat, ato... Ja, nuk pata mund të shia, i pash nga pjesa pas me ekranit. Nga pjesa pas me ekranit, por pyetja që unë kam është, keni një koment për këtë deklarat zotit Progni? Zoti Progni dhe unë jemi shumë herët, diku nga 2013-14, në fillimet paka shumë të mia dhe tijat si përmarrës të IT-s, kemi qëndrime të ndryshme mbi mënyrën se si shprehemi në publik, për te shakave që bëjmë të dy dhe stilit, do thoya, spontan
disa mund të qonin bohem të dyve. I kam kërkuar ndjes para rreth 10 ditëve në një nga intervistat e mia, po ai ka këmbgulur që s'e kam bërë, po ja bëj prapë tani këtu, meqense është momenti. Në lidhje me denoncimin që ai ka bërë në 31 dhjetor 2023 në Facebookun e tij, unë kam thënë që ishte i fshirë, ashtu e mbaja mend, rezulton që është akoma aty. Ai ka bërë edhe një kallëzim publik, ai ka ardhur në oborrje Spakut. Po ka bërë kallëzim publik, ka bërë dhe kallëzim në formë shkresore, që ma ke gjetur ti kohë më parë që kemi parë, kemi biseduar bashkë. Kemi stilet në ndryshme dhe përsa i përket shkresave, por besoj në këtë rast e dosja Akshit, paka shumë qëllimi të dyve ka qenë ekspozimin i farmase i aferës në tërësi, pavarësisht se e shohim ndryshe. Unë kam qenë shpesh personi i akuzuar nga Genti Prognin, veçanti dhe në muajin prill, ai është referuar disa herë postimeve në kanalin në Telegram të Homeland Justice në muajin mars deri në 6 prill. Në ato rreth 40 ditë në kanalin e Homeland Justice dolën dokumentat të 2 institucioneve, Posta Shqiptare dhe Prokuroria. Sipas informacionit që zoti Progni ndoshta dikush i ka serviru, ndoshta ashtu e ka pasur, përgjegjës për internetin e tyre 2 institucioneve ishte shoqëria MCN, që nuk ishte. Po nuk e lidh me internetin këtë dalë informacioni, por për ta bërë më fani situatën më groteske, tenderi postës, internetit postës, u humb nga ana jon, nga KPP-ja e muajit janar shkurt 2026 dhe është edhe sot në gjykatën administrative të apelit, si dhe unë kam bërë një sër ankimimesh. Kush e ka fituar? S'ka lidhje. Nuk shoh problematik te kompania fituese, që mos ta bëjmë pis, nuk ka asnjë lidhje. Unë kam bërë disa ankimime edhe në ushqesore në KPP për disa aspekte shumë veçanta që nuk do doja të tetoja në këtë bisedë, por çështja është në gjykatën administrative të apelit ku do vazhdoj të tetohet. Por nuk mendoj që rrjedhja e dhënave kanë ndodhur nga interneti. Pra nuk ose kemi të bëjmë me një hakerim. Po të ishte kështu, do ishte akuza më e thjeshtë. Tani ju për herë të parë keni folur për një situatë edhe tek kolegu Rakipi, ku thoni, unë nuk kam më shumë fakte, por hedh një dyshim që duhet hetuar. Po. Iranianët nuk janë vërtet nga Irani. Ja, këtë duhet të them. Nuk është çështja e hakerimi, Arsen. Hakerimi ndodh në tërë botën. Pa dashme ngacmuar të humorin e pasherë të rritave që bën dhe filmat, s'është ironi. Hakerimi ka ndodhur në sistemet më komplekse informatik. Nuk ka sot sistem të pahakerueshëm prodhuar diku se do të mbledh të tërë. Që ta bësh një sistem të pahakerueshëm, hiqi prizën e internetit, mbylle, izoloj ambientin, nuk hyn njëri as fizikisht. Pra shkëputu nga bota. Shkëputu nga bota. Nëse ai është i lidhur në internet, ekzistojnë mundësitë për një sër gabimesh, qoftë në konceptim të skemës teknike, qoftë në ekzekutim të mirëmbajtjes për të hakeruar. Po nuk mendoj që ka qenë çështja e hakerimit. Se dhe këtu, kompania e internetit nuk është se firmos në nshkruan gjëkundin kontratë që ne dalim garant s'do ketë hakerim. Po të vijej ky kusht në çdo lloj prokurimi publik në Shqipëri, asnjë kompani s'do nënshkruante. Përveç në një të marri. Sepse në kohë sistemi përdoret nga brenda dhe nga njerëzit. Pa dashme bër alibi fajesh apo ping-pong me fajet. Ky pretendim i zotit Progni ju thoni që iranianët janë shqiptar. Zoti Progni ka pas ngacmuar mua, është pjesë e dialektikës që ne dy kemi, shajmi, pajtohemi, shajmi. Këtë moment e kam blok në Facebook për 2 vitesh, por më parë jemi ngacmuar pafund, kështu që nuk kam ndonjë problem të pjesë. E ke apo të ka blok? E kam unë blok, por ndërkohë unë ndjek nga faqja më MCNDV-s, i shkruaj me emrin e faqes. Kur e ngacmoj, po jemi takuar ndërkohë para 10 ditëve, kështu që nuk është se kemi ndonjë problem në këtë aspekt. Do heqësh bllokun? Akoma jo sa më çmend me komente, që unë duhet ta ndjek në këtë sens. Pra, duhet të jemi çik më mind free në pjesën e online-it. Unë kam zakon që përgjigjem një pjesë ngacmimeve që bën ai dhe i bie hym aty deri me orë duke ngacmuar, nuk ka vlen. Por duhet të theksoj që rrjedhja e dhënave, si te posta, si tek prokuroria e përgjithshme, ka ndodhur nga brenda. Pra nevoja për hetimesh të stafi i brendshëm, personat që kanë akses në ato datasete. Shpresojmë që dikush për institucionet e dëgjon. Rasti i prokurorisë të përgjithshme është më i rëndë. Flasim për një institucion që ka një rol veçantë. S'ndodhi gjë tha prokuroria. Ato janë aty dhënat, kanë dalë. Kanë dalë me disa persona që s'ka ndodhur gjë. Edhe ku vendi doli me një shkresë të thjeshtë, tha diçka të shkurtër, 10 rresht apo s'ka asnjë vlerë. Dhënat janë dhe sot që të rinjët që plasin bashkë, janë në një nga faqet e shumta të Homeland Justice në Telegram. Mund të shihen. Duhen hetuar, i bëj ftesë enteve ligjbatuese që kanë detyrime. Po shkon pra këtë deri Rusi çun letër për Rusi për Homeland Justice dhe se gjetën kur. Nuk është aq i vështirë hetimit, nisin nga personat që kanë akses në sisteme. Janë. Po e gjetën këta, ja po them, këta gjetën kush shkarkoi dhënat e Timsit. Iku. Këta gjetën kush shkarkoi dhënat e pagave, sigurimeve, targave, ato dhënat personale.
U dënu një 2 punojnës aty ca muaj burg, askush në burg, vetëm masa sigurie ka shumë mbyll. E nisëm këtë Ja i gjetën këtë atë. E nisëm këtë emision sot me pyetjen tënde mbi besimin tim te Spaku. Unë gjykoj që këto raste duhen hetuar, shpresoj tetohen dhe nuk do jenë si më përpara, kur janë kaluar kalimthi duke gjetur 1, 2, 3, 4 persona për të ngecur fajin. Kjo nuk është punë tek personi. Nuk ka asnjë IT në tregun shqiptar që të çmendet të bëj kopje të dhënave të një sistemi shtetëror. Kush është këmbëmendje dellësore që ka një sistem që e ka të vetin, e ka ndërtuar vet, e ka fituar tenderin, e ka... Nuk thash që e ka ndërtuar ai, thash që ka akses në ato sisteme. Dikush i ka akses. Ore, ja janë nxorën sekretet të dhënat të shtetit. Po çfarë fitojnë këta? Thjesht shantazh. Tregojnë që kanë akses dhe që mund t'i nxjerrin. Por dhe dhënat që s'kan dalë, shantazhi bëhet me dhënat që s'kan dalë, Arsen. Jo për ato që kanë dalë? Po. Aha, qartë. Dhe si puna lajmit. Pra, kur lajmi del, s'ka më vlerë pastaj ta heqësh. Në një farë mënyre. Shantazhi është për mos dalë ato që kanë. E qartë, ndërsa ne do të komentojmë ato që kemi. Një pamje të zonjës Kaçanaj në ambientet e prokurisë posaçme, në vlerësinë masës detyrim paraqitje, po edhe në një prani me shumë mikrofon. E ndjekim. Me qëtimi të që nuk ju bëjmë një zona ka qënë një institucionale për atë që ka ndodhur në Akshin. Kur të doj të flasë? Jo, zonja ka pretenduar që ne nuk e kemi pyetur në lidhje me ngjarjen. A mund të na sqaroni pozicionin tuaj? Mos dilni këtoni pas atë. E disa herë prania e zonjës Kaçanaj do të jetë në Vimsi, dikur ndoshta askush nuk e njihte, sepse ishte shumë e rezervuar. Keni një koment për këtë qëndrim të saj para mikrofonave? Ajo ka qenë në një studio televizive, ka dhënë versionin e saj, çdo kush ka të drejtën e versionit ti, po pse mos e shfrytëzosh praninë e shumë mediave? Nuk shoh ndonjë problem, është një qëndrim personal i saj. Nuk është një pozitë komode, që nuk shoh ndonjë arsye pse duhet detyrimisht komentonte për te ngacmimit që i bën gazetaria Lala për atë çka ajo kishte thënë më parë në Top Channel, por më duket në çdo rast diçka normale. Pra, nuk do të shprehet, nuk ka asgjë të keqe. Ne si media kemi shpesh dëshirë të ftuar persona që kanë interes për publikun, për të bërë lajmin ton, por do mirë kuptuar edhe këndvështrimin e tyre që nuk duan as na japin ushqim për të vijuar. Në dijenin tënde, në televizioni ka dërguar një ftesë për të folur? Jo, për te 2-3 herëve që kemi ngacmuar tu në intervista së bashku, por nuk është se e kam bërë me idenë që ajo duhet vi, pra nuk është se e pres që të vi. Po të doj të vi, e mirë pres me shpirt, në sensin që do dilja vetë garant për të pasur një intervistë sa më serioze, sa më cilësore, pa i bërë ato që e pasi ndodhe media që ta quajmë në thonjë sa kurth, nuk është qëllimi ynë. Gjithë përpjekja e tyre 2 muajve është jemi sa më të saktë me aferën e Akshit dhe jo të bëjmë pisë askënd në veçanti. Duhet ta theksoj të gjën, madje disa herë kam mbrojtur zonjën Kaçanaj në aspektin e po ju këtu keni thënë që ajo është një njeri mjaft i përgatitur, është një njeri familjar, ka një familje goxha të rregullt, ka një background po them normal në këtë qytet dhe ju po ashtu keni thënë këtu që nuk besoni që zonja Kaçanaj është truri i deformimit të Akshit. Po nuk e kam të mendim. Vazhdoni e vlerësoni njësoj ende? Gjykoj që ka qenë dhe ajo e ngecur në të skep. Siç po flisnim bashkë para pak për zotin Likaj, mendoj që një situatë të tillë zonja Kaçanaj se ka ndëruar kurrë, s'ja ka ruar kurrë vetes, ka ngecur pak nga pak e kaq. Dhe nuk ka qenë aftë të dali. As tu nuk e paragjykoj se e kuptoj stresin, presionin që mund të ketë dhe ka dhe sot besoj. Dhe përgjithësinë ndaj ligjit që ka, në këtë rast ndaj enteve siç është Spaku, po edhe KLSH-ja nëse do vijoj kontrollet me situatën e Akshit, që e ftojmë ta bëj gjithmonë më fort. Mundet KLSH ta auditojë Akshin? Po si jo. E ka bërë ndonjëherë ndër vite? E ka bërë ndër vite me rezultate jo të krahasueshme me ato të Spakut. Absolutisht. Nuk i ka gjetur dot këto shkeljet? Mund të ketë gjetë të ndryshme, ndoshta se nuk është se i njeh detaje, sepse shoh shumë komente që KLSH nuk e ka audituar Akshin, se kanë lënë të shkojë ke Akshi. I kam dëgjuar dhe unë. Është e vërtet? Se di, një tek rast ditë të tillë që është shumë i vjetër, po nuk di të rastet e viteve tani po themi të freskëta, që nuk mund të them konkretisht nëse ka pas tillë raste, duhet pyet KLSH-ja ndoshta për të na dhënë një
koment të tyri në këtë sens, por për të kthyer të Zana Karcanaj dhe të dalja e saj nga SPAK, nuk shoh ndonjë problem se të pakt janë personat që kur dalin nga SPAK arrin të kenë edhe fokusin e dur për të përgjigjur qarta si për të mbajtur një narrativ me publikun, kështu që nuk shoh ndonjë problem në këtë aspekt. Media ka punën e saj, do një reagim dhe kjo është normale. Në fakt edhe juve u kemi vënë mikrofonin e dhe nuk fola. Po. Ndoshta jo për arsye të Zonës Karcanaj, po nuk dia çfarë thoj Arsen. Je 5 orë 45 minuta brenda dhe dalësh në 1 minutë e gjysmë. Aty brenda në 1 minutë e gjysmë. Ke ditë se çfarë thuash. Absolutisht, por është e pamundur në 1 minutë e gjysmë të japësh një koment për median që të jetë i saktë, i vërtet, mos të jetë i dhënë si në hall, si në siklet, dhe mos prishës asnjë nga bisedat që kanë ndodhur në ambientet e SPAK-ut. Oke, prezantova në fillim të emisionit, ka ndodhur ajo për cilën Gëron Meçe u mor peng. Një tender i Këshillit të Lartë Gjyqësor përfundon në dyert e Gjykatës së Lartë, institucionit më të rëndësishëm në vend. Le ta ndjekim kronikën. Pas hetimeve të SPAK dhe afirës Akshi, Gjykata e Lartë rikthen në apel tenderin për të cilën u rrëmbye biznesmeni Gëron Meçe. Nga oferta tek betejat juridike e deri tek shantazhet apo pengmarrjet, panorama e tenderave në teknologjinë e informacionit mbeten sa të errta aq edhe juridikisht me probleme. Një vendim i Gjykatës së Lartë nxjerr në pas se edhe drejtësia ka gabuar me vendimarrjet e saj. Bëhet fjalë për tenderin procedurë hapur mbi kufirin e lartë monetar me numër ref 511020613-2025 me objekt sistem Enterprise Service Bus, me fond limit 337.800.000 lek, pa të vëshë parashikuar për të zhvilluar më datë 15/9/2025 nga autoriteti kontraktor Këshilli i Lartë Gjyqësor, tender i cili çoi në rrëmbimin e biznesmenit Gëron Meçe. Meçe rezulton se është biznesmeni marr peng në aferën Akshi, çka solli një val hetimesh, arrestimesh dhe sekuestro masive. Pasi Meçe humbi tenderin me Kelogjon u ankua në KPP, por KPP një ditë përpara vitit të ri, më 30 dhjetor 2025, la në fuqi vendimin e KVO që shpallte fitues kompanitë e lidhura me biznesmenin Beqiri. KPP është komisioneri i prokurimit publik, gjykata e tenderave. Pas kësaj, bashkimi i operatorëve drejtuar nga Meçe trokiti në gjykatën e lartë, aty ku pak ditë më parë në ndrejtimin e relatorit Sokol Ngreci, ai ka fituar të drejtën të rigjykohet ankesa në gjykatën administrative të apelit. Ky është ankimimi i depozituar nga Meçe në formën e rekursit në gjykatën e lartë. Titulli i çështjes. Bashkimi i operatorëve ekonomik Datalog SHPK, Advanced Business Solution ABS SHPK kundër Komisioni i Prokurimit Publik. Ardhur prej gjykata administrative apelit. Vendosja e masës së sigurimit të padis duke urdhëruar pezullimin e efekteve juridike të vendimit numër 1937/2025 da 30/12/2025 të KPP, si dhe ndalimin e lidhjes dhe ekzekutimit të kontratës që buron nga procedura e prokurimit me objekt sistem Enterprise Service Bus, ref 511020613/2025, deri në dhënien e një vendimi të formës së prerë së çështjes së themelit. Statusi i çështjes. Mbyllur. Emisioni Fact Check ka mësuar se Gjykata e Lartë ka vendosur prishjen e vendimit të gjykatës së apelit administrativ dhe rigjykimin, por në të njëjtën gjykatë me të njëjtën trup gjykuese. Zoti Meksim, lejo të pyes pak çfarë është System Enterprise Service Bus SB? Është një ndër njësitë ndërlidhëse të infrastrukturës së Albanias, të kryesoret që ka Albania, që ndërlidh pjesën kor të Albanias, pjesën qendër, me struktura po themi periferike softorike. Jeni ju të njihni këtë tenderin që ka ankimuar Gëron Meçe? Pak. Sepse palë në proces është dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor. Po. Është soft solution, është horizont. Po. Tani, Gëron Meçe ky është një nga, por një tender për cilin u mor peng. Një tender për cilin shkojnë KPP. Një tender për cilin shkojnë gjykata administrative. Ndërkohë, në këtë periudhë janë bërë publike edhe këto që kur zoti Meçe është ankimuar, ka trokitur në KPP, asnjë nga ne se dinte që ishte marrë peng. Gjykata e lartë thot pretendimi i zotit Meçe të gjykohet. Pra ajo të rrëzohet siç ka vendosur apeli, por të gjykohet, po me të njëjtën trup gjykues. Keni ju një lexim për këtë? Jo. Dita tham.
Çfarë ka ndryshuar në sistemin e drejtësisë që i kanë dhënë drejt zotit Meçes në këtë moment? Nuk di ta them, ndoshta kjo zhurma e tyre 5 muajve pas dhjetorit 2025 mund të kemë ndikuar në sensibilizim apo kujdesje të një pjesë drejtësisë, por nuk di ta them realisht. Nuk kam në detaj në ndjenin time, në një uri më shumë që të bëj një lexim të tillë. Insistimi i zotit Meçe është për të lavdruar, e diferencoj nga biznesmeni Meçe dhe nga shoqëria ABS se është marrë përsëri si kur unë po mbroj shoqërinë ABS. Spak mendoj që është duke tuar dhe shoqërinë ABS dhe plot të tjera. Dhe asgjë çka themi ne këtu në studio nuk ndikon në punën e tyre. Jo, ne më shumë ti komentojmë çka ata bëjnë kur i ka kryer. Po kaluaj muaj fiks. Domethënë kur del një vendim gjykate, unë kam vlerësuar vullnetin e tij për ta ankimuar si një element që ka shkatruar nervat e disa aktorëve totalisht kriminal. Dhe kjo do sjellë, ka sjellë dhe do sjellë në vijim, shpresoj në zbardhje sa më shumë sa historie 2-3 vjeçare. Dhe pse jo dhe më përpara në kohë. Se mund të jetë më e vjetër Zanafilla, sepse përplasjet e zotit Beqiri me zotin Meçe janë pak më të vjetra. Unë kam aluduar që nisin në momentin e Homeland Justice-it, pra ne e njohim atë moment në mesin e korrikut 2022, kur shërbimet e Albanias eran të tëra, por ka dalë që ka qenë që në fund maj dhe ndoshta lidhet me ato të personazhistëve, siç thotë zoti Progni në prill 2021-shit, nëse është kështu, rrjedhja ka ndodhur në prill. Pra, mbledhja atyre mund të jetë më e hershme akoma, që përplasja atyre mund të jetë shumë e hershme. Dhe në interesin e publikut do ishte që të zbardhej sa më shumë nga kjo histori. Momentin në cilin zoti Agasi futet, se nuk është një informatician, nuk është as gangster, është një person i politikës që ka marrë role të paqarta, ka shkelur kufin. Në politikën kur ai as është votuar, as është zgjedhur. Po vjen nga, e kam fjalën që vjen nga politika, nuk duhet janë ngjesh politikës, jo në atë sens. Jo, ai vjen nga Durrësi. Ai vjen nga Durrësi. Po qyteti Durrësi po vjen nga politika, dakord, e Durrësit. Fakt, qyteti Durrësit është një qytet ku bëhet jo pak politikë. Okej. Dhe qyteti është një qytet ku janë bërë marrëveshje politike, janë bërë dreka darka ngjalësh, janë bërë ka restorante të famshme aty. Nuk shoh lidhje me këtë rast. Unë gjykoj që momentin që zoti Agasi është përfshirë, ka qenë sepse marrëdhënia Meçe, Beqirit dhe të tjerë aktorëve të tregut e tij ka qenë e prishur. Pra ka ardhur në thonjza një garant i ri, po e quajmë kështu, një peshë rënd, si mund ta quajmë ndryshe, për të krijuar një raport të ri forcash. Tani ne vazhdojmë mbetemi një peshë fakteve, regjia na kërkon për shkak minutazhit dhe të emisionet të tjera ta ndërpresim. Pyetja e fundit që un kam është, zoti Meksi, do vazhdoni keni të njëjtën linjë? Absolutisht që po. Pra të jeni i pranishëm publik? Absolutisht që po. Kur nis podcasti juaj? Do ta kishim nisur, kam mbaruar studio, thjesht çështje kohe, mes teje me jetë bëjmë të parën e pastaj le ta vazhdojmë të tjerët. Ja ke gjetur emrin? Po, kemi dhënë një emër, të dy së bashku, po ta lejmë surprizë kur të nisi, apo ta themi sot. Do të ketë aty sponsor? Se dim. Shpresojmë Meksi dhe unë ndajmë një pasion hera herës diskutime me nga një gotë verë, por gjithmonë nga jo e hapura dhe e lira. Te podcasti mund të marrim dhe purë dhe verë. Jo, purë pini ju, se unë si pi dot, por gjithsesi unë me verë të lirë. Edhe kanë atyre. Nëse dikush do sjellë një verë të shtrenjtë, do e vlerësoj Meksi pasi do i gjejmë një verë të shtrenjtë se i kemi atë mundësi arse. Mirë ta kofshim të premten në ardhshme. Faleminderit.